për rrugë, për drita, për betë. Ju e patë rrugën një sa futat të ura, e kanë lënë një copë gjithë e ura, edhe këtu është një shtëpi këtu, një 200-300 metra. Pas e kanë bërë një asfalt tjetër, e kanë çuar diku me një vend tjetër, edhe kjo është kryesorja rruga. Pra e kanë bërë pjesë-pjesë. Pjesë-pjesë. Thonë që këtë pjesë këtu e ka Belishova, unë nuk e kuptoj, që pjesa që është Berandej për këtë Kasnicës, kurse kjo pjesa këtu i përket Belishovës. Kështu thonë, Kjo është rruga mes tre bashkive, Belishovë, Patos, pikërisht e. Të tjera përse probleme si gjithandej ka, ne i përkasim se zonës që na merë zonë e Fierit këtu, bashkia e Fierit edhe kemi me periuda kështu, por jo problem shumë. S'po na vjen ujë fare. Si e keni zgjidhur? Ja linjat, po nuk. Po puse keni hapur? Jo. Unë jam në lagjen Matan, nuk jam këtu në marna porca ujë. Po kemi mungesa. Se ju keni çiksi si zonë që u marri tre bashkit, bashkia Patos, bashkia Mallakaz, bashkia Fie. Po. Edhe zini kush u qen hallë? Jo, asnjëri nuk e qen hallë. Mbetjet urbane hiqen rregullisht. Ja, si ti shikon. Ashtu janë. Po rrugët janë të shtrua ndriçim të gjëra. Asnjë vetëm ndriçim ka lagja ime aty, rrugën e ka beter. S'kalojmë dot. Moshatari jemi. Taksat ja pagoni bashkive? Na i mbante ujit. Te faturë ujë. Te faturë ujit. Probleme fshati ka sa të dush. Zeri jena rruga. Rruga e shtruan lart Kasnicë, domethënë komun ajo bashkia e Patosit, e kupton? Edhe e zduri lart në Kasnicë e la deri këtu. Domethënë që ta bashkonte deri në oficinë aty poshtë për 400 metra la. Po e ka bashkia e Fierit. Bashkia e Patosit ja hodhi bashkisë Fierit. E Fieri thotë e ka Ballsi, domethënë hajnë tre bashki këtu. Domethënë këto mund ta bënte njëra. Ajo e Patosit që e zuri, ajo mund ta bënte. E kupton? E lan. Tash kush e di kur mund ta bëjnë. Kjo unë po vetë 70 vjeç, kjo na njëri kjo rruga nuk është bërë me asfalt kështu. Megjithatë u bë po u la për gjysmë. E kupton? Tash kur të vi zgjedhjet e tjera po e bën. E kupton? Mos e dena njëri 400 mijë këta bëj. Atëre tre bashki po zi po ja lën topi një atje për rrugë. Për 400 metra rrugë. Për 400 metra rrugë. Po për mbetjet urbane, hiqen rregullisht se shikojmë që koshat janë. Plot koshat janë tek koshat aty para. Koshat mund të hiqen një 2-3 javë, një muaj. E kupton? Pa duhet të jemi çik të ndërgjegjshëm vetë që të hedhim brenda. Po brenda koshi edhim, po ne brenda koshi edhim. Kur mbushën si që thoj. Po kur mbushën nëse nuk hiqen aty do rrin tha. Brenda aty jashtë koshit, e kupton? Tjetra ujë të pishim. Dhe kishim ja 30-40 vjet pa ujë. Na i prun para 4-5 vjetë, na i prun ujë mirë, shqyro përndi. Po jo 24 orë, siç thot ai atje lart. 2-3 orë nditet edhe kaq ujë. Pa presion fare. Tash sa them unë? Si e keni zgjidhur problemin e ujit? Çfarë si kemi zgjedhur për të pirë blejm atje, për të pirë blejm, kurse për të larë, për lavatriçja njërin tjetër, ja presim me depo domethënë, me depo. Mbushet depo, me po, ku ka forcë një të lartë. Shiko çfarë bëjnë, vinë dhe marrin periferinë e koshit, e kuptonde? Atë periferinë e koshit, edhe pjesë tjera që hidhen kështu anës nuk i marrin, i lanë shumë keqe. Ja do ta shikoni me që po kaloni këte janë do ta shikoni. Ditë po një herë në javë ty. I vinë, një herë në javë, një herë edhe më vonë vinë me lanë që grumullohen jashtë mase sa vinë.